Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të Rinjt për të rinjt. Sot do të flasim për podcastet si një nismë kreative dhe bashkëkohore që zhvillohet prej disa vitesh në shkollën Bardhyl Pojani në Maliq. Të ftuar do të kemi disa nga vajzat që janë pjesë e këtij podcasti, të cilat do të ndajnë me ne eksperiencën e tyre, temat që trajtojnë dhe rrugtimin e tyre në botën mediatike. Jemi këtu me Fionën dhe Jasminën. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Fillimisht më tregoni pak si lindi ideja për të krijuar podcastin tuaj. Atëherë para disa kohësh ne morëm një ftesë nga shkolla Raqi Qirinxhi për të parë se si realizoheshin podcastet nga afër, dhe kjo ishte një mundësi shumë e mirë që ne të merrnim eksperjenca nga nxënësit që realizonin podcasta aty. Po. Duke qenë se drejtoresha patë pasionin që nxënësit kishin, dëshirën e madhe për të krijuar podcastet, thamë se edhe në shkollën tonë të kishte një radio podcast. Çfarë ju frymëzoi ju për ta nisur këtë iniciativë? Atëherë në fillim, përveç se shumë shembuj që ne shikonim në rrjetet sociale apo në media, të vajzave apo edhe grupeve të ndryshme që realizonin podcaste, pam edhe vajzat e ndryshme të shkollave afër rrethave tona që realizonin podcaste. Dhe kur drejtoresha pa dëshirë, siç e tha edhe Fiona, të madhe që ne kishim për të realizuar podcaste, dhe na krijoi atë mundësinë që ne të kishim një studio podcasti dhe të shprehnim mendimin tonë ashtu siç ne e mendonim. Menduam se mos e nisim dhe ne dhe pse mos bëhemi edhe ne pjesë e mediave. Sepse podcasti është një nga format ku të rinjt mund të shprehin mendimet e tyre pa ato presionet se çfarë mendimi kanë të tjerët. Po. Kush ju ka mbështetur më tepër në këtë rrugtim tuaj? Përveç se drejtorisë që jemi shumë falënderues që na kanë mbështetur në krijimin e podcastit, mësues, nxënës, edhe të afërmit tan padyshim. Po pra në fillim familja, pasi unë mendoj se familja është mbështetja më e madhe dhe nëse ke mbështetjen e tyre ti mund të realizosh më tepër se vetë një podcast. Kemi pasur edhe mbështetjen e drejtorisë të shkollës, siç e tha edhe Fiona, pasi ajo na mundsoi ne që të realizonim këto podcaste, pra si edhe studion edhe ambientet. Cila tema trajtoni më shpesh në podcastet tuaja? Në podcaste zakonisht zhvillojnë tema që janë në planin e qeverisë të nxënësve, siç janë tema mbi Holokaustin, leximin e librave, pasionet e nxënësve. Po ashtu ne preferojmë të trajtojmë edhe tema sociale, të cilat prekin realitetin, si për shembull tema rreth adoleshencës, të rinjt, bullizmi. Po, duke qenë se ne jemi dy podcaste aktualisht këtu në tavolinë, le të improvizojmë diçka të vogël. Ju e thatë që ju flisni edhe për tema sociale, kështu që besoj se adoleshenca është një temë shumë e prekshme për ne, dhe për të cilën mund të krijojmë diçka të vogël, tani mund të flasim. Adoleshenca, për mendimin tim, është periudha më e vështirë që një individ mund të kalojë, sepse më e vështira sepse nuk të kuptojnë. Po. Kush më mirë se në adoleshentët, mund të flas për adoleshencën, mendoj unë. Adoleshenca është një periudhë shumë delikate që fillon nga mosha 13-14 vjeçare dhe përfundon në moshën 18 vjeçare, mendoj unë. Nuk mendoj se në moshën 18 vjeçare individi është pjekur tamam, sidomos meshkujt që pishen më vonë dhe që mund të marrin vendime të dhura për jetën e tyre, por që gjithsesi mendoj se kanë arritur atë moshën ku e kuptojnë dhe arrin të ndajnë të gabuarën nga e drejta. Adoleshenca mendoj unë është vërtet një moshë shumë delikate, sepse krijohet një tranzicion shumë i madh nga të qenurit fëmijë në të qenurit tashmë adoleshent, që dhe të rriturit bëjnë diçka që kur je adoleshent nuk dinë të quajnë më tepër fëmijë apo të rritur, në varësi të situatave, në varësi të momentit, dhe prandaj kjo e bën diçka akoma më të vështirë, sepse ti në thelb je akoma fëmijë, por duhet të sillesh dhe duhet të mendosh si një i rritur, duhet të marrësh vendime për veten tënde si një i rritur, duhet të përdorësh logjikën si një i rritur në momentin kur gjithçka që ti ke janë emocionet. Në momentin që ti ke emocionet, ti nuk e përdor logjikën ashtu siç duhet. Edhe pse ti duhet të hiqesh dhe të mendosh si një i rritur, prapë janë ato emocionet që ti të ndikojnë edhe nuk e bën ato zgjidhjet e duhura në adoleshencë. Pasi në adoleshencë më tepër flasin hormonet sa vetë individi dhe logjika e tij. Ndaj unë mendoj se si prindrit, si më të rriturit duhet të tregohen pak më të kuptueshëm në këtë periudhë, pasi shpeshherë na thonë që i kemi kaluar ato kohë, por mendoj se ndryshojnë brezat. Dhe brezi i adoleshentëve që ka qenë para 10 viteve nuk është i njëjtë me brezin që janë tani adoleshentët e ditëve të sotshme. Sepse në vitet në vazhdim gjithmonë do krijohen problematika të reja dhe probleme të reja. Ndoshta disa që mund të ketë qenë në brezat e mëparshëm tashmë nuk duken më si probleme, por që në ditët e sotme ka shumë faktorë të tjerë
Një prej faktorëve kryesor që e bën pak diferencën mes brezave, mendoj unë, është shoqëria në ditët e sotme. Unë mendoj se shoqëria ka ndryshuar, nuk është më ajo shoqëria e sinqert, mirëkuptueshme, e pastër. Mendoj se jo në të gjitha rastet normalisht, sepse ne të gjitha kemi të paktën një mik që e ndim që e kemi të vërtet, të pastër, që na do të mirën, por në ditët e fundit, në ditët e sotme, unë mendoj se xhelozia është diçka që po i prek shumë brezat dhe shoqëritë. Është vërtet. Pasi një adoleshent tani nuk di se si vepron dhe mund të marrë dhe vendime shumë të gabuara që do ndikojnë në të ardhmen e individit dhe mund të sjellin pastaj edhe pasoja fatale. Vërtet, po. Por unë mendoj se duhet të ruajnë disa gjëra personale adoleshentët, se jo e gjithë shoqëria që ti krijon është aq e besueshme siç edhe ti e the dhe nuk është xheloze ndaj teje. Po. Ndaj unë mendoj se çdo gjë që ti tregon për veten tënde mund të përdoret në të ardhmen në një moment të caktuar kundër teje. Ndaj duhet jemi shumë të kujdesshëm të gjithë adoleshentët për veprimet që bëjnë dhe për gjërat që tregojnë për veten e tyre. Sa ata tregojnë shumë naiv. Ti mendon se të gjithë janë si ty, të gjithë besojnë tek ty, i ke ata shokët e mi që të qëndrojnë afër, por në ditët e sotme nuk ka shoqëri të pastër. Ti mendon se vërtet të duan të mirën? Po. Dhe në atë moment, në momentin që ti i beson atyre se të duan të mirën, ti i tregon atyre nga vetja jote. Por në momentin që ti i beson aq shumë dhe i tregon për veten tënde, ata ajo xhelozia e fshehur ose që kanë ata me veten e tyre, se është problemi i tyre me veten e tyre, e bën që të godasin ty edhe të bëjnë keq ty. Nga që është një moshë që të gjithë janë duke u munduar të formojnë, të ndërtojnë karakterin e tyre, veten e tyre dhe mendojnë se të gjithë duhet të jenë njësoj si ata, të gjithë duhet të kenë të njëjta mendime si ata. Dhe në momentin kur dikush ndoshta del nga rryma, që ata e quajnë rrymën e tyre, që kështu duhet të jetë diçka, ata mendojnë se kjo është e gabuar, kjo nuk më përshtatet mua, nuk më përket mua. Ndoshta rryma është gabim dhe ti je ai personi që ti po mendon drejt dhe ke atë je në rrugën e duhur. Unë mendoj që adoleshentët duhet të kenë pak më shumë besim tek vetja dhe përveç se të afërmve të tyre nuk duhet i besojnë askujt tjetër, sepse përveç tyre nuk ja do askush të mirën. Unë mendoj se nuk duhet të ndikohen nga të tjerë gjëra kryesore. Pasi ne çfarë nuk kemi dëgjuar, jo vetvrasje nga adoleshentët, jo debate, konflikte që kanë graduar akoma më rënd, domethënë mund të kenë filluar nga një konflikt i vogël, jo pse më pe, jo po pse i fole kësaj, atij e të tjera dhe pastaj kanë përfunduar në goditje, nëpër spitale, nëpër policira e të tjera dhe këto gjëra nuk janë as pak të mira se në fillim ti i bën dëm familjes tënde, sepse ata janë të vetmit persona që të duan të mirën dhe që nuk do donin asnjëherë të shikonin keq dhe pastaj edhe vetes tënde sepse nëse përfshihesh nëpër debate, në fund të fundit dëmi vetes tënde i bëhet. Këtë dua të ndalem pak në fakt sepse ne e thamë më përpara që adoleshentët janë emocione. Duke qenë të tillë janë shumë të prirur edhe ndaj ankthit, ndaj stresit, ndaj problematikave të tilla, të cilat ndoshta nuk mund të kuptohen aq mirë. Të paktën, unë personalisht kam kaluar shumë situata të ndryshme në jetën time dhe kam qenë edhe në ankth dhe në stres dhe kam menduar se këto situata nuk janë kalimtare, domethënë do ngelen për gjithmonë dhe nuk do i kalojnë ndonjëherë. Por pastaj kam parë se me kalimin e kohës, çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Dhe do harohet. Me thënë, nuk do jesh ti gjithmonë qendra, nuk rrotullohet bota vetëm rreth teje dhe nuk do ngelet kjo situatë gjithmonë për të diskutuar. Po, jetojmë në një epokë, le të themi, ose në një periudhë ku kohët kanë ardhur shumë të vështira dhe vërtet jemi një brez sa edhe i zgjuar nga ana e teknologjisë dhe nga ana e gjërave pozitive, po aq edhe i rrezikuar. Po. Unë mendoj që një problematik shumë e madhe është që të rinjt, por jo vetëm në këtë rast, e kanë shumë të vështirë ose zgjedhin që të mos i shprehin ndjenjat e tyre dhe kjo është sidomos tek meshkujt, mendoj unë. Po, mendoj. Edhe zgjedhin që ato ndjenjat e tyre ose mërzinë e tyre ta kalojnë me pije, si alkooli, me lënë narkotike apo duke ju hyrë punëve të pista apo gjërave të cilat nuk janë të mira si për atë veten e tyre, se veten e tyre dëmtojnë në fund të fundit edhe dëmi kokës së tyre i bëhet, po edhe familja që i ka rritur me mund, me sakrifica.
Zgjedhin që të vendosin një maskë dhe ta fshehin vërtet se çfarë janë duke ndjerë në atë moment. Dhe kjo është diçka që kohë pas kohe të ndërtohet më shumë dhe të ushtrohet më tepër presion në veten tënde, derisa një pikë nuk do të mund që të mbash më, nuk do mund që të durosh më. Unë mendoj se duke qenë se ata nuk janë të aftë të mendojnë drejt dhe kanë ndikimin e këtyre emocioneve, duke mbajtur ato emocione t'i fshehin sikur dhe hiqen si një person tjetër, ata nuk do dinë se kush është e mira për veten e tyre. Dhe do vazhdojnë sepse e mira në kokën e tyre është ajo që ata po mendojnë tani në këtë moment, pavarësisht se ajo nuk i bën dëm atyre. Dhe në momentin që ti nuk e shfaq dhe nuk e shpreh ato që ti mendon, ti do ecesh sipas asaj që ti mendon se është e mira, por jo se është vërtet e mira. Dhe kështu duke u hequr si një person tjetër, duke mos e ditur se çfarë ti do në të vërtet për veten tënde, nuk do mundet që të duash nuk do mundet që të dish si të zgjedhësh edhe shoqërinë e duhur që të çojë në atë rrugën e duhur për ty. Unë mendoj se shumë e rëndësishme në periudhën e adoleshencës për një adoleshent është edhe familja. Pra unë mendoj se prindrit në këtë fazë të jetës tënde duhet të trajtojnë më tepër si shok ose shoqe. Pasi në këtë mënyrë ti e gjen edhe atë mbështetjen edhe ndihesh më rehat që ti tregosh problemet e tua dhe ta ndash me prindrit ato problem që ty të shqetëson. Pasi në këtë mënyrë vetëm prindrit e tu, mami dhe babi, do t'japin një këshill të vlefshme dhe një këshill që nuk ka asnjë negative, dhe që do të ndihmojnë në të ardhmen tënde. Pasi ti do zgjedhësh ti ndash me shokët dhe shoqet, por nuk je i sigurt nëse ata ta duan të mirën. Pra nëse këtë këshill po ta japin që ty të shohin më mirë apo të shohin më keq, se në fundit vetëm prindrit e tu nuk kanë asnjë interes që ty të shohin më mirë. Kurse të tjerët janë të gjithë mirëmëngjes interes. Unë mendoj në fakt që thelbi është që të rinë duhet të hapen më shumë. Dhe ndoshta nuk duhet ta shikojmë kaq të errët, sikur asnjë mik nuk na e do të mirën, ne mendoj se duhet të kujdesemi pak që në një farë mënyrë t'i sprovojmë miqtë tanë, dhe nuk është nevojë që ne ta bëjmë në mënyrë artificiale këtë mund, mendoj se vjen natyrale sprovat në miqësi, dhe janë ato që sprov pas sprove, kalim pas kalimi, do arri një pikë që ti do e kuptosh nëse ky mik ka ato vërtet të mirën mua, sepse a është ky mik ai që mua do të më gjendet kur un jam keq, që do të më jap mua një dorë që të ngrihem kur kam rënë. Unë mendoj që të rinë tani kanë edhe atë maskën, edhe fshihen edhe pse duan të kenë një miqësi reale dhe një miqësi të sinqertë, mbaste ata kanë atë pasigurinë tek vetja. Dhe për të vetë mbrojtur, krijojnë disa kufi që nuk të lejojnë që ti ta njohësh atë personin. Prandaj mendoj që adoleshentët duhet të jenë pak më të hapur, edhe sepse nuk është vetëm periudha më e keqe, është periudha më e bukur që ata mund të kalojnë. Momentet me shoqërinë se nuk do ta gjejnë më. Problemi i adoleshencës është që nuk e kupton që është periudha më e bukur derisa ka ikur. Domethënë, të duket sikur është një periudhë aq e gjatë dhe ndonjëherë thua, hajtë se kam kohë për t'i bërë këto gjëra. Hajde se do vi koha kur unë të dal me shoqërinë dhe të kaloj bukur, por kur sa hapë mbyll syt, kupton se vitet kanë ikur shumë shpejt. Vërtet kjo në fakt. E shikon se nuk ka më kohë që ti të jetosh ato gjëra të cilat duhet i kishe jetuar dhe duhet i kishe shijuar. Dhe mendoj se një rreth shoqëror, më tepër se 2 maksimumi, shok apo shoqe, të ngushtë nuk ka në ditët e sotshme. Do thënë ti sado që të mundohesh të krijosh një rreth të madh shoqëror që të dilni dhe të kënaqeni, nuk mendoj se e gjen kollaj në ditët e sotshme. Të rralla duhet të jemi shumë selektiv, mendoj unë. Dhe për të patur miq të vërtet, mendoj se edhe ne vetë duhet të jemi të vërtet, sepse nëse edhe ne vendosim atë maskën, normalisht që do të gjejmë miq që na përshtaten me atë se çfarë ne po mundohemi që të jemi, dhe jo me atë se çfarë ne jemi në të vërtet. Duke qenë vërtet vetja jon, atëherë do të mundet që si magnet të tërheqim ata që ne na afrohen më tepër. Po dhe diçka që bëjmë shpesh në adoleshentët është që të fajsojmë të tjerët. Pra ndoshta vetja jona duket sikur është gjithmonë në rregull, sikur kemi gjithmonë të drejtë, por në fakt ka raste kur jemi dhe ne gabim. Dhe duhet të kërkojmë dhe ne ndonjëherë falje. Pra të mundohemi të zgjidhim gjëra, nuk është gjithmonë vetëm debate. Kemi dhe ne gabime, pra nuk jemi të pafajshëm, sepse gjithmonë në një konflikt apo debat, të dyja palët janë me faj. Që kështu, kjo është një defekt le ta themi tek adoleshentët.
Unë mendoj edhe diçka tjetër në fakt që në momentin kur dy adoleshentë mund të debatojnë, të konfrontohen dhe ju krijohet një problem mes tyre, në momentin që njëri prej tyre shkon që ta shpreh këtë shqetësim tek një mik i tij, miku nuk do t'i thotë të vërtetën, por do t'i thotë atë se çfarë do t'i pëlqente të dëgjonte. Nuk do t'tregohet i sinqert që të jepte këshillën e sinqert të vërtetë se si ta zgjidhte atë problem. Unë mendoj se një mik i vërtet do ta thotë të vërtetën ashtu siç është edhe nëse ty nuk do të pëlqej. Kush të do të mirën vërtet ta thotë atë që është e drejta për ty. Atë që është e drejtë, sepse do vërtet që të shoh ty në më të mirën tënde. Domethënë ty e vërteta ndoshta mund të mërzis, po është më mirë ta dish dhe ta dëgjosh dhe pastaj ta rregullosh. Po. Ishte shumë bisedë e këndshme kjo vajza. Podcastin. Tani kalojmë përsëri tek podcasti. A keni të ftuar të jashtëm dhe si i përzgjidhni ju ata? Duke parë temat që ne trajtojmë në podcaste të ndryshme, ne mund të marrim, kemi pasur edhe të ftuar nga jashtë në varësi të temave. Po. Pra, kemi pasur farmaciste, parukere, autorë të ndryshëm si Eris Rusi e të tjera. Pra, të kesh të ftuar një podcast, unë mendoj se është edhe diçka pozitive edhe për publikun, se kur ke të ftuar bëhet edhe më tepër interesante dhe fiton edhe më tepër shikueshmëri, por mendoj se merr edhe eksperjenca ti vetë personalisht duke mësuar gjëra të reja nga persona që kanë arritur më shumë se ty. A ka patur ndonjë të ftuar që ju ka bërë më shumë përshtypje në atë se çfarë ai ose ajo tregonte? Secili i ftuar ka pasur ato veçantitë e veta, na ka bërë që ne ta shohim ndryshe botën ose me fjalët e tyre, me këshillat që na kanë dhënë edhe me bisedat që na kemi bërë me ta. Po. Pra, secili ka pasur ato veçoritë e veta, karakteristike, të cilat kanë bërë të veçantë në llojin e tyre, siç edhe ne jemi vetë unik. Si organizohet puna në grup gjatë realizimit të episodeve? Puna në grup është diçka shumë e rëndësishme, mendoj unë, gjatë realizimit të podcastit, pasi duhet që të ketë një rregull. Të paktën ne në fillim vendosim se cilët do të jenë protagonistët ose moderatorët e podcastit, që do trajtojnë një temë të caktuar, por pas ndajmë edhe role se cili do merret me editimin, me xhirimin e të tjera. Konkretisht, cilat role mbani ju, cilat ju pëlqejnë më shumë që të keni? Normal që më personalisht më pëlqen të jem më tepër protagonistja e podcastit, pasi më pëlqen shumë që të shpreh mendimin tim ashtu siç unë e mendoj dhe siç e shikoj në këndvështrimin tim për një temë të caktuar. Pa patur frikë të thuash atë që vërtet mendon. Dhe unë po ashtu, gjithashtu të si shoqja ime, kam dëshirë që atë mendimin që unë kam ta shpreh me të tjerët, qoftë ai i drejtë ose ata që e mendojnë gabim, ta shpreh mendimin tim lirshëm, pa pasur frikën e gjykimit. Cila ka qenë sfida më e madhe që ju keni hasur gjatë podcastit? Në fillim, si çdo eksperiencë e re që ti fillon, i ke pak atë frikën se si do dëgjohesh, çfarë do thonë të tjerët për ty, por që me kalimin e kohës e kemi zbehur edhe ata. Po në fillim ne kemi pasur më tepër frikë se kemi qenë të varur nga skenari. Ne, siç e përmendëm, nuk kemi pasur një podcast prej vitesh, nuk kemi shumë që na është realizuar dhe na është dhënë kjo mundësi, dhe në fillim nuk kishim pasur mundësi që ta praktikonim diku tjetër dhe ishte një njërsi e re për ne. Kështu që ishim më tepër të varur nga skenari në fillim, kishim frikën e komenteve negative, por që me kalimin e kohës, duke marrë më tepër eksperjenca, e kuptuam se në fund të fundit të gjithë kanë të drejtën e shprehjes së mendimit, siç e kam unë, ashtu edhe publiku. Me kalimin e kohës se fiton dhe atë lirshmërinë në të folurin tënd, gjithë mendon se si të flasësh pak më mirë, si të shprehësh më mirë mendimet dhe ndjenjat e tua. A keni ndonjë ndodhi interesante gjatë regjistrimeve? Mendoj se ato ndodhit komike, kur ngatrojmë ndonjëherë fjalët, e bëjnë podcastin më interesant, ndoshta na heqin ndonjëherë edhe ato emocionet që kemi. Pra duke marrë me sportivitet edhe duke bërë ndonjë ngatres të vogël, sepse është gjë normale. Sidomos në fillimet tona kur nuk kishim shumë të specializuar në këtë punë, kemi pasur domethënë ndodhi të tilla. Momente çesharake, që na kanë bërë të heqim ato momente, ato emocionet e momentit. Unë mendoj se mënyra më e mirë për të hequr emocionet e momentit është duke bërë gjën sa më spontane dhe sa më me shumë sportivitet. Po e more diçka më tepër me humor, atëherë arrit të dalë më e bukur. Del më e bukur, tregohesh më tepër vetvetja. Si ka reaguar publiku në të vërtetë ndaj podcasteve tuaja? Atëherë, me thënë të drejtën, ne nuk kemi një
publik shumë të madh, por që i vlerësojmë edhe ata persona të cilat e ndjekin podcastin ton. Ne i publikojmë te faqja e shkollës dhe me sa kemi parë të gjithë kanë pëlqyer. Nuk mund të themi të gjithë, se tani ka dhe persona që ndoshta nuk pajtohen me mendimin ton, por që shumica na kanë dhënë komente pozitive dhe mendoj se këto komentet pozitive ne na kanë shtyrë që të vazhdojmë me podcastin, sepse domosdoshmë ndikohesh pak edhe nga publiku dhe nga shikuesit. Ndoshta dhe jo të gjithë e kuptojnë se çfarë ti po bën. Por thjesht duke i dëgjuar edhe mendimet që ti po shpreh, ata të mbështesin. Po ndoshta ti e the që ndoshta ndonjëherë nuk mund që të bini dakord me atë se çfarë thoni ju, por unë mendoj se kjo në fakt është diçka e mirë sepse tregon që kanë qenë duke dëgjuar, duke ju ndjekur ju. Cili është episodi juaj i preferuar që keni regjistruar? Për mua do thoja që të gjitha episodet kanë ato të veçantë të veta, secila temë dhe secili i ftuar ka pasur ato gjën speciale të tij. Nuk mund të veçoj një, ose do thoja një podcast që unë kam krijuar me 3 prej nxënësve të klasës së 7, duke parë dëshirën që dhe ato kishin për podcastin edhe mënyrën si ato artikulonin. Më ka pëlqyer dhe më ka bërë që të besoj që kanë nxënës ambicioz akoma. Po ashtu edhe për mua, siç e tha dhe Fiona, secili nga podcastet ka ato të veçanta të vet, por një nga podcastet e mia të preferuara ka qenë podcasti që ne realizuam në fillim të shkollës, ku bëm një fushat, le të themi, në thonjsa, ku 3 kandidatët që kandidonin për presidencën, pra për presidente shkolle, menduam të bënim si një fushat për të nxitur shikuesit dhe nxënësit të na votonin dhe arsyet pse duhet na votonin. A keni vënë re ndryshime tek vetja që nga fillimi i këtij podcasti deri në këtë pikë që ju keni arritur dhe keni avancuar tani? Po. Si në të zhvilluarin e mendimit kritik, si edhe nga ana e oratorisë, normalisht që në fillim ne kishim pak edhe vështirësinë të shprehur mendimin ton për t'i lidhur fjalit ashtu siç duheshin, por me kalimin e kohës, siç e thash edhe më parë, duke marrë dhe duke fituar eksperjenca, ne arritëm që të realizonim një podcast që të mos vareshin më tepër nga skenari dhe te ajo fleta, po të shprehnin mendimin ton, ashtu siç duhej, ashtu siç ne mendonim, dhe ta kalonim podcastin jo vetëm fletë dhe skenar, po tek një bisedë që mund të bëhet sikur nuk kishin kamerat fare aty. Përveç se mendimit kritik normalisht që zhvillohet, ne kemi mësuar se si të dëgjojmë njëra tjetrën, të pajtohemi me mendimet e njëra tjetrës, pavarësisht nëse ne mendojmë të drejtë apo jo atë mendim. Si e shihni ose si e ndërroni të ardhmen e podcastit tuaj? Kjo është një pyetje interesante dhe është një pyetje që më çon direkt në imagjinatën time. Unë mendoj se podcasti është një mënyrë shumë e mirë që ti të zhvillosh të ardhmen tënde. Pasi duke parë si bota e internetit, bota virtuale, sa vjen dhe zhvillohet, dhe mund ta shohësh podcastin si edhe një punë të dytë që ti në të ardhmen tënde mund të ndihmojë të fitosh të ardhura dhe ta ndërtosh jetën tënde ashtu siç ti do. Shumë persona e bëjnë këtë në fakt në ditët e sotme, që kanë zgjedhur që të krijojnë podcastet e tyre në internet dhe ta kthejnë këtë në një mënyrë jetese. Një punë. Podcasti është ajo uralidhse me botën, që ti duke shprehur mendimin tënd, ti përshtatesh apo jep ato problematikat që mund të ketë vendi jot apo. A planifikoni që ta zgjeroni në forma të tjera mediatike podcastin? Pse jo? Shpresojmë që ose do na jepen mundësitë në të ardhmen, ta zgjerojmë, jo vetëm ti publikojmë te faqja e shkollës, pasi po ta mendosh na edhe për 2 vite jemi aty. Dhe ti publikojmë edhe në rrjetet e tjera sociale, që kështu ta shikojnë podcastin ton edhe persona të tjerë, jo vetëm nxënësit e shkollës apo nxënësit e tjerë të shkollave të tjera që ndjekin faqen ton, po edhe shumë njerëz të tjerë, jo vetëm në Shqipëri, por pastaj shpresojmë edhe në botë. Sepse unë mendoj që ne si individ, ne duam që të shfaqim tek të tjerat atë që ne mendojmë, apo të prekim ato temat që prekin moment, domethënë aktualitetin. Edhe duam që të përshtatemi dhe dëgjuesit i sjellim diçka normal, sociale, që ka të bëjë me të tashmen. Duke e ruajtur shoqërinë tuaj dhe duke parë se ju keni shumë kimi të dyja, ne e testuam edhe tek podcasti jon, është diçka që ju mund ta vazhdoni dhe pas përfundimit të shkollës tuaj mund të bëheni bashkë të dyja për ta vazhduar. Dhe një gjë e përbashkët që ne kemi është se nuk ndikohemi nga të tjerët dhe shikojmë realitetin ashtu siç vërtet është. Pra nuk presim me fëmijët e të këqija. Po, nuk presim që të tjerët të fillojnë të bëjnë ndryshime tek i gjithë mentaliteti që është krijuar në shoqërinë tonë, po e fillojmë atë nga vetja jonë. Po. A do doni që ky podcast të vazhdojë dhe të drejtohej më vonë nga nxënës të tjerë? Po, patjetër.
ne jemi ata që i kemi vazhduar podcastin nga nxënës më përpara që kanë qenë në shkollën tonë dhe do donim që edhe nxënësit që janë më të vegjël edhe që do vazhdojnë të jenë në shkollë, pse më jo ta vazhdojnë, sepse është një mundësi ku ata mund të shprehin veten. Pasi edhe ne jemi frymëzuar nga nxënës të tjerë që kanë realizuar podcaste, dhe pse mos bëjmë edhe ne frymëzim për nxënësit më të vegjël, apo edhe të tjerë. Pikërisht, çfarë këshille do të jepni dikujt që do të fillojë podcastin e tij? Unë mendoj që nëse ata kanë dëshirën për të filluar diçka të re, qoftë ai podcast ose jo, ta fillojnë dhe mos hezitojnë tek dëshira dhe pasionet që ata kanë. Thjesht jo të mendojnë ato anët negative apo mendimet që mund të kenë të tjerët. Ti je unik. Ti e bën atë gjën e veçantë. Kështu që fillo, pse jo? Siç e tha edhe Fiona, dhe unë të njëjtën do doja të jepja, që mos e privojnë veten e tyre nga dëshirat që kanë, vetëm nga mendimi të tjerëve. Siç e thash edhe më parë, të gjithë kanë të drejtën ta shprehin mendimin e tyre. Qoftë ai pozitiv, qoftë ai negativ, nuk është e thënë që ne do t'i pëlqejmë të gjithëve. Por rëndësi ka që ne diçka që kemi me pasion, diçka që kemi me dëshirë, ta realizojmë pa marrë parasysh se çfarë do thonë të tjerët. Mos ndryshojnë për të përshtatur me të tjerët. Thjesht jenë vetvetja. Kjo do të ishte edhe këshilla ime në fakt që edhe pasi është krijuar një podcast, të mos kufizohen shumë vetëm nga një skenar, por të tregojnë atë se çfarë ata vërtet ndjejnë, atë se çfarë vërtet ata mendojnë, ta shpalosin këtë gjë. Po, sepse normalisht që një podcast realizohet do bëhet me plan, do bëhet me skenar. Po e rëndësishme është që ti të shprehësh atë çka ti mendon dhe atë vërtet çfarë mendon. Çfarë ti dëshiron të tregosh publikut, duke munduar që ti ndryshosh ata në ato mendimet e tyre negative dhe pikërisht edhe realitetin dhe mentalitetin e tyre që kanë. Sa të rëndësishme mendoni se janë këto iniciativa për zhvillimin e nxënësve? Janë shumë të rëndësishme. Pasi podcasti është një mënyrë ku ti mund të zhvillosh si mendimin tënd kritik, ashtu edhe oratorinë tënde. Pra ti zhvillon veten tënde si karakter, si person dhe jo vetëm që jep mendimin tënd, por edhe dëgjon mendimin e të tjerëve dhe mëson diçka të re, si duke pasur të ftuar si edhe nga personat e tjerë që ti realizon podcastin. Ti provon veten në fund të fundit sepse do përballesh me situata të ndryshme, me mendime të ndryshme, nuk do pajtohesh me dikë, do pajtohesh me dikë tjetër, kështu që kjo të zhvillon ty më shumë. Dhe rëndësishme është edhe mënyra se si ti reagon. Po. Gjatë një podcasti, pasi s'është e thënë që gjithmonë të ecë ashtu siç duhet. Mund të ketë edhe incidente, mund të ketë edhe probleme, mund të ketë ndonjëherë edhe të ftuar të ndryshëm që ndoshta nuk do të pajtohen me ty. Rëndësishme është mënyra se si ti do të reagosh. Do ta drejtosh, po. A e shihni veten në të ardhmen në fushën e medias ose të gazetarisë? Po. E shohim sepse unë personalisht kam një vizion shumë të hapur për të ardhmen. Me thënë, mendoj se në të ardhmen vërtet do bëhem dikushi, qoftë me mediat apo rrjetet sociale, qoftë edhe duke vazhduar shkollën e lartë, universitetin. Mendoj se vërtet do arrit të bëhem e suksesshme dhe kështu mendoj se duhet mendojnë të gjithë pozitivisht. Pra nëse ti nuk e shikon të ardhmen tënde ose veten tënde diku, nuk do realizosh gjë. Do të thënë nëse ti nuk mundohesh e para punës të punosh, sepse pa punë nuk arrihet asgjë, po edhe nëse nuk shpreson, me shpresë, me mund, nuk arrin diçka në jetën tënde. Duke qenë se ne të dyja kemi marrë pjesë në aktivitete të ndryshme në shkollë dhe kemi bërë atë rolin e prezantueses apo këto, na pëlqen domethënë impakti që ne mund të lëmë në publik apo lidhja me publikun, edhe media ose gazetaria është një nga format që ta mundson. Po, ta mundson këtë. Pse jo nga një prezantuese në shkollë, të kalosh në një moderatore, në një emision në të ardhmen. Me thënë, gjithçka në fakt fillon nga shkolla, mendoj unë. Dhe të gjithë moderatorët apo të famshmit, le të themi, që kanë arritur majat e tyre sot, nuk kanë nisur aty ku kanë arritur. Dhe të gjithë kanë nisur nga zeroja, kështu siç e kemi nisur dhe ne, dhe kanë arritur tani aty ku janë. Pra, duke punuar fort dhe duke pasur diçka me pasion, duke besuar te vetja siç e tha dhe Fiona, kanë arritur aty ku janë. Pra, nëse ti, kryesorja, nuk e besim te vetja jote, nuk beson se mund t'ja dalësh diçka që e ke nisur pa u dorëzuar, nuk do arrish asgjë. Ju falenderoj shumë vajza dhe ju uroj shumë sukses si në podcastin tuaj, ashtu dhe në të gjithë rrugtimin që ju do të keni. Falenderojmë dhe ne ty për ftesën që na mundsove të krijonim këtë bisedë kaq të këndshme këtu në podcastin tënd. Uroj që të shihemi përsëri. Faleminderit. Unë ndjeva shumë mirë. Shumë faleminderit dhe unë ndjeva shumë mirë me ju të dyja, ishte vërtet një bisedë shumë e këndshme dhe besoj se ka qenë edhe pak inspiruese për të gjithë që mund të na dëgjojnë. Shpresojmë të kemi dhënë mesazhe të vlefshme në këtë podcast dhe të kenë bath në vesh të gjithë.
Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me të ftuaret e radhës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer në studio, këtë radhë me Inën dhe Noelen. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Për të folur përsëri për podcastin e shkollës Bardhyl Pojani. Vajza, si lindi ideja për krijimin e podcasteve dhe pse zgjodhet që ju të bëheshit pjesë e tyre? Ideja për krijimin e podcasteve lindi nga dëshira e madhe që ne kishim për të qenë sa më afër nxënësve dhe ne zgjodhëm që të bëheshim një grup sepse dëshironim që të shprehnim mendimet tona edhe kur nuk ishin një lloj, sepse do të ishim sa më neutral dhe sa më realistë. Po. Siç tha edhe Ina, dëshira jon ka qenë që ne të prekim çdo temë që ka të bëjë me aktualitetin dhe të jemi sa më afër të rinjve. Çfarë ju frymëzoi ju më tepër për ta nisur këtë iniciativë? Siç edhe e thash, dëshira e madhe ka qenë që ne të jemi afër problemeve apo edhe shqetësimeve që në kohët e sotme të rinjt kanë dhe hasen çdo ditë. Po. Duke parë se sa shumë bullizmi, depresioni, ankthi kanë ndikuar në shoqërinë e sotme, ne menduam që pse jo të jemi ne zari që të flasim për këto tema dhe shumë të rinj të ndihen të mbështetur nga ne. Kush ju ka mbështetur më shumë ju në këtë rrugëtim tuaj? Në këtë rrugëtim tonin mbështetësia kemi pasur shumë mbështetës, si fillim ka qenë drejtoresha e shkollës tonë që duam ta falenderojmë, mësuesja koordinatore, kemi pasur padyshim edhe të gjithë mësuesit e tjerë, nxënësit që kanë qenë shumë suportues, por edhe prindrit që janë me ne në çdo hap. Siç e tha edhe Ina, të gjithë duam t'i falenderojmë sepse pa ta, pa një mbështetje dhe pa një suport, ne nuk do ishim këtu ku jemi sot, edhe patjetër që duam t'i falenderojmë, nuk ka mbetur njeri pa u përmendur dhe pa i falenderuar ndaj të njëjtat mendime ndaj. Jemi shumë mirënjohës mbështetjes së tyre, sepse pa mbështetjen e tyre ne nuk do ishim akoma duke regjistruar këto podcaste dhe kanë qenë edhe një frymëzim akoma më i madh për ne. Ju kanë ndihmuar, ja u kanë dhënë mundësinë që ju ta realizonit vërtet podcastin që ju ndoshta edhe kishit të ndëruar që më përpara. Po, mundësitë kanë qenë gjithmonë, shkolla na i suporton çdo ide tonë dhe duke pasur mundësitë, pse mos bëhemi ne një zaj që të rinë të ndiejnë veten e tyre. Sepse ndoshta pa suportin e tyre ne nuk do ta kishim zbuluar këtë anë të vetes tonë dhe këtë aftësi. Cilat janë disa prej temave për të cilat ju flisni më shpesh në podcastet tuaja? Temat që ne përzgjedhim janë tema aktuale, por edhe pse jo temat që në shkollën tonë ndodhin, edhe për aktivitete të ndryshme, për festa të ndryshme, përpiqemi të përfshijmë pa nga të gjitha që të jemi për të gjithë të ndihen të ne. Temat që zakonisht ne përfshijmë në podcaste janë problematika që hasemi çdo ditë apo edhe tema interesante që prekin aktualitetin edhe mund të jenë interesante për brezin ton apo për të rinjt. Të dalim pak jashtë podcastit. Më tregoni pak cilat janë disa prej aktiviteteve që ju keni realizuar në shkollën tuaj? Festat e pavarësisë dhe çlirimit të Shqipërisë, festat e 7 marsit, kemi realizuar podcast edhe për mësuesit dhe për vlerën e tyre, kemi realizuar podcast edhe për konkursin kombëtar të gjuhës shqipe, kemi realizuar edhe podcaste të ndryshme edhe për zgjedhjet që janë bërë në shkollë, por edhe për ato tema që ndoshta mund të jenë pak më të festuar ose pak më pa kombëtare, por që për ne kanë shumë rëndësi. Ne jemi munduar që çdo aktivitet ta përfshijmë në podcast edhe të prekim pak nga çdo festë apo siç është edhe viti i ri kemi realizuar dhe Krishtlindjet podcast për këtë. Jemi munduar që të tregojmë asnjë anës në fetë edhe në festat fetare, por pse jo dhe ti përfshim sepse është diçka e bukur. Cilat janë disa prej problemeve që ju mendoni se të rinjt i hasin më tepër në ditët e sotme? Për mendimin tim, disa nga problemet më kryesore edhe që i hasim çdo ditë janë bullizmi, përshtatja, të jesh ndryshe dhe të kesh mendime ndryshe nga turma, është diçka që duhet të kesh vërtet një forcë shumë të madhe, qoftë emocionale, por edhe për ta përballuar, për ta argumentuar, sepse të qenurit në një presion gjatë gjithë kohës të bën që ndoshta të dyshosh tek aftësitë e vetes edhe tek ato që ti di dhe tek ato që ke aftësi
për t'ja u thënë që shiko se unë mundem edhe unë ja dal, kjo gjë që mendoj unë është po aq e vlefshme sa e juaja. Është shumë e vështirë në fakt për të dalë jashtë rrymës, mendoj unë. Po. Është e vështirë për të dalë jashtë rrymës, por duhet edhe nëse dëshiron të dalësh jashtë rrymës, duhet të kesh një mbështetje shumë të madhe, si nga ana e familjes, si nga ana e shoqërisë. Nëse ne nuk kemi një mbështetje nga të dy anët, sado i madh të jetë iniciativa jonë dhe mendimet tona kundrejt turmës, prap nuk do arrim atë ndryshimin që ne duam të shikojmë tek vetja. Duhet të kesh një forcë shpirtërore dhe emocionale shumë të madhe dhe ti je shumë i përgatitur për të qenë përballë këtyre problematikave, mendoj unë. Po pikërisht si mendoni se mund të përgatitemi ne për të dalë përballë këtyre problematikave dhe për të imposhtur ato? Për mendimin tim baza është familja. Që nga edukata që e marrim në familje, parimet që japim, po shikojmë shumë shoqëri të ndryshme tani, por shoqërinë e zgjedhim dhe vetë. Shoqëria mund të jetë në turmën tjetër të rrugëtimit ton, po duhet të qëndrosh sepse nëse nuk qëndron, nëse ri pa shoqëri, do diskriminohesh më shumë, do bullizohesh më shumë dhe do futesh në ankth, të cilat do të sjellin probleme shumë të mëdha për vete, por duke e ditur parimet e tua, prap nuk do të ndryshosh aq shumë dhe nuk do i shkosh aq shumë pas rrymës. Njeriu në fakt gjatë gjithë jetës së tij është duke ndryshuar, por ajo çfarë nuk mund të ndryshojë në të vërtetë është karakteri i tij. Ajo se çfarë ndryshojnë janë sjelljet ose ndoshta ndonjëherë edhe mënyra si mendon. Kështu që unë personalisht mendoj se duhet që të përshtatemi për e pa u munduar që të ndryshojmë veten tonë në thelb. Po, nëse ne ndryshojmë veten nëse ne ndryshojmë veten për të tjerët, do e humbasim atë. Po. Dhe nëse humbasim veten, humbasim edhe shumë gjëra të tjera, humbasim të ardhmen tonë. Dhe është shumë e vështirë për ta rigjetur përsëri më pas. Po. Bazat merren që nga familja dhe karakteri atje formohet. Do me thënë, ne që në vegjëlli i marrim disa mësime bazike që na shërben gjatë gjithë jetës edhe sado e egër, sado e ashpër të jetë shoqëria edhe realiteti që ti jeton, unë mendoj se nëse ke formuar atë karakterin tënd, parimet e tua, absolutisht që nuk do të ndikohesh fare. Thjesht do mundohesh të bësh si ata, pa i të kaluar kufit e vetes. Nëse ke baza dhe morale të forta, mund që të përshtatesh me të tjerët pa ndryshuar veten tënde. Patjetër. Dhe kështu ju përballesh më fuqishëm atyre problematikave dhe rrethanave të vështira. Po, nëse ke baza të forta, je edhe një njeri akoma më i fortë. Dhe çdo gjë e mëson ti bësh ballë. Ke familjen krah dhe kur ke familjen krah, ndonjëherë shoqëria nuk është aq kryesore. Po. A keni të ftuar të jashtëm dhe si i përzgjidhni ju ata? Po, marrim edhe të ftuar të jashtëm dhe është pak e vështirë ti përzgjedhësh, sepse do marrësh parasysh eksperiencën që ata kanë dhe mënyra se si do shkojë diskutimi në atë podcast. Patjetër që kemi të ftuar të jashtëm, ideja për t'i përzgjedhur lind nga vetë nxënësit, por edhe nga mësuesit që na ndihmojnë për të na udhëzuar apo treguar një rrugë të drejtë për t'ju mbështetur. Si organizohet puna në grup gjatë realizimit, gjatë regjistrimit të episodeve, por ndoshta edhe në prapaskenat e këtyre episodeve? Prapaskenat janë pjesa më e bukur dhe pjesa më autentike. Përpiqemi të organizohemi shumë edhe pse është diçka shumë e vështirë, kemi grupe të ndryshme me nxënës të klasave të ndryshme, por duke qenë sa më të angazhuar dhe duke marrë parasysh koordinimin e orëve mësimore dhe lëndëve që ne kemi, përpiqemi të jemi gjithmonë për të mirën e të gjithë grupit dhe në prapaskena ndodhin shumë gjëra spontane dhe shumë gjëra të bukura që e bëjnë eksperiencën akoma më autentike. Tek paraqitja e podcastit dalin vetëm nxënësit që flasin apo vetëm mendimet e tyre, por puna nuk është kaq sepse prapaskena janë shumë se aq, sepse ka nxënës që japin mendime, nxënës që montojnë video, që i regjistrojnë dhe normalisht kjo e bën akoma dhe më të bukur puna në skuadër, edhe pse mund të duket e vështirë, të mëson shumë për problematikat që mund të hasesh në jetë edhe për punën në grup. A ka qenë të paturit ose të bërit një podcast diçka që ju e keni patur si dëshirë që më parë, apo erdhi si diçka spontane që ju zgjodhët në moment që dua ta provoj diçka të re? Patjetër që të dyja që përmendët pak më parë, tek unë personalisht dëshira nuk ka munguar asnjëherë, më ka pëlqyer fakti që
bisedon dhe mund t'i japësh argumenta dhe mendimin tënd qoftë pro apo kundër, por dhe dëshira për ta provuar veten në një fushë tjetër ka qenë shumë e madhe, ndaj e ka marrë këtë iniciativë. Po për ty, Ina? Dëshira gjithmonë ka qenë shumë e madhe, por kemi pasur atë frikën, ato emocione që si do të dalim, a do vjarim, a do jetë diçka që do pëlqejë nga publiku. Në momentin që ti e fillon dhe ndjen mbështetje, nuk mund ta ndalosh, sepse ndihesh aq i përfaqësuar, e ndjen veten në një podcast, dhe podcasti për mua nuk është thjesht të flasësh për diçka, por është edhe të stimulosh veten akoma më shumë dhe të shprehësh ato gjëra që ndoshta ti nuk i shpreh dot në një bisedë normale. Cila ka qenë sfida më e madhe që ju keni hasur gjatë realizimit të podcastit tuaj? Sfida më e madhe ka qenë hera e parë kur ne kemi xhiruar një episod podcasti dhe ideja se si do flas, si do dukem, a do pëlqehem, çfarë mendimi do ketë publiku, që ndoshta nuk është shumë i madh, aman komentet e publikut ton kanë shumë rëndësi për ne, sepse në një farë forme janë edhe një shtys ose komentet të ndikojnë vërtet. Qoftë ato pozitive, qoftë edhe ato negative. Po. Diçka që ka qenë sfidë, siç e thash edhe më parë, ka qenë angazhimi i të gjithëve dhe koordinimi, sepse jo të gjithë mund ta gjenin kohën në të njëjtën kohë, por jemi përpjekur që të dalim sa më real dhe sa më bashkëpunues me njëri tjetrin. Si jeni në të vërtetë. Po. A keni ndonjë ndodhi interesante gjatë regjistrimeve? Ndodhit interesante ndodhim tek prapaskenat, atëherë kur mundohesh të jesh shumë spontan, por dhe bën ndonjë gabim, gjë që janë shumë okay. Normale, po. Po. Këto janë momente që ndoshta nuk janë perfekte, sepse perfeksioni nuk ekziston askund, aman që të bëjnë të kesh disa momente të bukura në kujtesën tënde dhe që i shënjojnë këto eksperienca, mendoj unë. Ka shumë momente që janë të paplanifikuara, shumë fjalë që thuhen gabim dhe shumë fjalë që duhet të fillosh nga e para të gjithë episodin, por kur e monton dhe e dëgjon të gjithën, thjesht mendon se sa bukur ke kaluar dhe se një eksperiencë ajo mund të jetë e paripërsëritshme. Si ka reaguar publiku ndaj podcasteve tuaja? Publiku ka qenë shumë dashamirës, siç e thash edhe pak më parë, ata pak që na ndjekin, normalisht që do ketë edhe komente negative, edhe shumë të tjera pozitive, por që për mendimin tim, nëse dëshira nuk mungon edhe forca edhe përpjekjet e vazhdueshme, ndonjëherë nuk merren parasysh komentet negative. Ndonjëherë të shërbejmë për të përmirësuar veten, por nga ana tjetër thjesht janë një shtys për të vazhduar përpara dhe për t'ju treguar të kundërtën që ata mendojnë, që shiko se unë mundem, unë do e bëj dhe ndoshta mund t'ju ndryshoj mendimin që ju mund të keni të gabuar për mua. Ka pasur shumë mbështetje, ka pasur shumë komente siç tha edhe Noela, por ka pasur edhe shumë xhanës që na takonin dhe shpreheshin se ishin djerë të përfaqësuar, se ndjenin veten dhe se ndiheshin të lumtur me atë çka dëgjonin në podcastet tona. Dhe kjo ka qenë diçka shumë e bukur për ne, duke na bërë që ta vazhdojmë dhe jo vetëm për kënaqësinë tonë, por edhe për të tjerët që ndjen të lumtur. Sepse në fund të fundit qëllimi jon ky ka qenë që të jemi sa më pranë realitetit dhe të mundohemi që të jemi zëri të gjithëve. Cili është episodi juaj i preferuar që keni regjistruar? Në qoftë se mund ta diferenconi një të tillë, sepse jam e sigurt që në të gjitha episodet jeni kënaqur shumë. Patjetër. Normalisht që çdo episod podcasti ka rëndësinë e vet dhe ato të bukurat e veta, por për mendimin tim, episodi që më ka pëlqyer më shumë ka qenë një episod ku ne kemi xhiruar për leximin online, gjë që e kemi përfshirë edhe në konkursi kombëtar i gjuhës shqipe ku kemi marrë pjesë. Dhe kjo mendoj se është pëlqyer nga të gjithë, edhe ka marrë shumë komente pozitive, por që është vërtet një temë që prek të rinjtë e sotëm, sepse ndoshta leximi i një libri fizik mund të duket shumë i vështirë por në fund të fundit mungon dëshira. Të gjithë kemi nga një telefon edhe kemi të mundur që ta lexojmë në çdo kohë, në çdo moment të ditës dhe të jetës tonë. Po ti, Ina, ke ndonjë episod të preferuar? Për mua shumica e episodeve janë të preferuar, por atë që dua të veçoj është adoleshenca,
podcastit që kemi lexuar për adoleshencën, sepse kemi marrë nxënës nga të gjitha klasat, nga të gjitha grup moshat dhe duke dëgjuar mendimet e nxënësve të tjerë, e thellon akoma më shumë tendin dhe zgjeron edhe mendimin që ti ke për këtë eksperiencë. Ka qenë shumë konkrete besoj sepse e keni patur direkt aty përfaqësimin nga vetë adoleshentët që të flisnin për ata. Po. Si ju ka ndihmuar kjo eksperiencë në komunikimin dhe mendimin tuaj kritik? Mendimi kritik dhe artikulimi janë akoma shumë më të zhvilluara se ç'kan qenë kur ne kemi filluar eksperjencat e podcastit. Kur ti dëgjon mendimin e tjetrit, rrit edhe mendimin tënd, fillon e mendon, e diskuton me tyrin tënd se nëse ishte ide i duhur, nëse është diçka e saktë që unë nuk e dija dhe e zgjeron akoma më shumë mendimin tënd duke rritur akoma vlerat e tua të vetes. Mua personalisht më ka rritur shumë kjo eksperiencë pasi në fillimet e podcastit mund të kisha shumë emocione ose mund të isha e varur në thonjza nga një fletë dhe nga bazat që unë do përmendja në podcast. Ndërsa tani më ka ndihmuar që të jem më shumë spontane, t'i them fjalët ashtu siç më vinë dhe ashtu siç i mendoj pa pasur frikë ose të mendoj që se kjo mund të jetë e papranueshme ose ndoshta nuk duhet ta them këtë, po. Dhe këto gjëra të spontane e bajnë episodin akoma më tërheqës, sepse del jashtë asaj kornizës që kishe menduar ti të flisje. Pra mendoni se e shihni ndryshimin tek vetja që para se të fillonit podcastin dhe deri tani? Po, shumë. Si e shihni të ardhmen e podcastit tuaj? Të ardhmen e podcasteve shikojmë diçka shumë të madhe, pse jo mund ta vazhdojmë edhe jashtë atyre 4 mureve, të vazhdojmë edhe në media, edhe në video, sepse ti jesh afër të rinjve është diçka shumë e bukur, është një mundësi shumë e artë që t'jepet dhe kur e shikon që ke pozitivitet dhe merr pëlqime, pse mos e vazhdosh për të qenë sa më kreativ edhe për veten tënde. Dhe unë jam shumë dakord me mendimin e Inës, siç e tha ajo, patjetër që kemi dëshirë ta vazhdojmë, njësoj siç kemi bërë ne me ish nxënësit e shkollës tonë që kanë nisur këtë podcast. Ashtu urojmë që t'jetë dhe në brezat pasardhës, edhe nxënësit që tani janë të vegjël, uroj dhe shpresoj me gjithë shpirt që dhe ata ta ndjekin këtë rrugë tonën, sepse është vërtet shumë e vlefshme. Të vazhdohet si një traditë në shkollën tonë, siç ka filluar nga brezat e mëpashëm, të vazhdohet edhe nga ata që po vinë tani. Pra ju do të ishit të lumtur që pasi ju të mos ishit më në këtë shkollë, të ishte dikush tjetër që ta vazhdonte ta bënte të gjallë podcastin tuaj. Po. A planifikoni që ta zgjeroni edhe në forma të tjera? Po, siç e thash edhe më parë, dëshirojmë ta zgjerojmë edhe me video, edhe nëpër media, sepse podcasti jep një kënaqësi që nuk ta jep asnjë gjë tjetër. Po. Dëshira është shumë e madhe dhe mbështetje kemi, nuk na mungon, ndaj pse jo, është një ide shumë e mirë që ta rrisim këtë iniciativë, të marrim hapa më të mëdhenj në momentin që do rritemi akoma dhe më shumë. Mua do më pëlqente personalisht. Çfarë këshille do t'i jepni dikujt që do të fillojë një podcast? Mos prit kur një moment perfekt, nuk ka një moment perfekt. Nëse e ke dëshirën filloje, do të mësosh shumë gjëra rrugës, do të zgjerohesh akoma më shumë rrugës, por idealiteti për veten tënde vjen atëherë kur ti e fillon diçka. Më pas të tjerat vijnë rrugës dhe të mëson eksperjenca. Momenti perfekt është tani. Po. Ndërsa do ju thoja që të jenë vetvetja edhe të mos presin një çast të dur, sepse duke pritur për çastin e dur, do ik. Çasti dur krijohet kur ti e vendos edhe kur ti e mendon. Ti jesh vetvetja është diçka që vlerësohet shumë në ditët e sotme dhe në këtë realitet. Ndaj unë këtë këshill do jepja. Ditët kalojnë gjithmonë, por mund të kalojnë ose duke nisur diçka ose thjesht duke pritur për të bërë diçka pa realizuar në të vërtetë. Mund të bësh një eksperiencë dhe mund të kuptosh që nuk je për atë, ama nuk do të mbetet peng, sepse nëse e le si një ëndër në sirtare dhe mendon që kjo nuk është për mua, gjithmonë do të mbetet një peng. Ndërsa kur e provon, edhe nëse nuk je, edhe nëse dështon. Edhe nëse dështon, mëson. Jo çdo kush e ndjen veten të flas në një podcast, por ka edhe shumë të tjerë që e kanë dëshirën, por nuk kanë guximin. Dhe duke gjetur atë guximin, sado që të vogël, sikur veç se një episod, do të bëjë një ndryshim shumë të madh te vetja jote dhe siç tha edhe Noela, nuk do të mbetet një ëndër në sirtar.
Shumë e vërtet kjo, unë mendoj se ne jemi fiks në moshën për të eksperimentuar, Po. sepse nuk kemi asgjë se çfarë të humbim, thjesht mund të fitojmë më tepër nga shumë gjëra të reja që ne mund të provojmë. Dhe gjithë kjo eksperiencë, kjo moshë e adoleshencës do kujtoj si diçka më shumë me eksperjenca dhe diçka akoma më e pasur, sepse kam provuar shumë gjëra të reja, shumë gjëra që unë tani mund ta ndjej veten. Po. Fitimi i eksperiencës për mendimin tim është një fitore më e madhe se sa thjesht një fitore e një arritje Po. shumë të madhe. Të fitosh eksperjenca në këtë moshë që jemi ne, është diçka shumë e bukur edhe shumë e vlefshme edhe për të ardhmen Po. tonë. Çfarë duhet që të kenë parasysh në fillim ata që duan që të startojnë podcastin e tyre? Duhet të jenë vetvetja për mendimin tim. Do të thënë, duhet të kenë autenticitet, edhe ta shprehin mendimin e tyre pa filtra, pa menduar që unë do pëlqem apo jo, sepse gjithmonë presioni i publikut është shumë i madh dhe ti në atë moment mund të gabosh. Për mendimin tim, ajo që unë do i sugjeroja të gjithë atyre që do regjistrojnë një episod podcast është të mos kenë emocione, sepse kur ke emocione të dridhet zari dhe të gjitha këto janë të cilin edhe disa gabime të vogla që mund të bësh, por kur nuk ke emocione, gjithçka del akoma edhe më e bukur, sepse e shijon edhe vetë si eksperiencë. Si ndjeni kur bëni një krahasim me veten tuaj gjatë fillimit ose më mirë akoma para se ju të fillonit podcastin tuaj dhe tani në këtë pikë që jeni, a ndjeni krenare për veten tuaj, sikur keni arritur diçka që vërtet do t'ju vlej? Po, unë personalisht ndjem shumë krenare dhe shumë e lumtur për veten, sepse podcastit na ka mësuar shumë gjëra të reja, na ka mësuar akoma më shumë për veten, të njohim veten, sepse në moshën që jemi nuk e njohim edhe aq mirë veten, por kur thua dy fjalë më shumë, kur e shpreh një mendimin tënd, mëson shumë më shumë për veten tënde. Sa më shumë të flasësh, aq më mirë do të fillosh pastaj që edhe ti shprehesh mendimet e tua dhe ta njohësh veten dhe të bëhesh një orator më i mirë. E kem akoma shumë herë më të lirë të flasësh me një mik, të shprehesh me një mik, apo edhe ta mendosh mendimin ashtu siç mund të jetë vërtet. Bëhesh dhe shumë më social, mendoj unë. Po. Duke patur një podcast, duke patur vazhdimisht të ftuar që ti detyrohesh të dalësh nga ajo zona jote e reatist për të folur njerëzve që ti ndoshta nuk mund t'i njohësh personalisht, por për të munduar që vërtet të arrish të hysh në thelbin e tyre, të njohësh ata arritjet e tyre se çfarë ata kanë bërë, vërtet mendoj se unë të ndihmon. Po, sepse podcasti ti jep një mundësi që të kesh mundësi të shprehesh edhe të tregosh aftësitë e vetes, sepse siç e thatë me shokët, me shoqet, me familjarët të afërmit, jemi në zonën e komfortit, edhe nëse gabojmë, na i falin apo duke na njohur çfarë karakteri apo ato gjërat e mira që ne kemi, nuk ju bëm përshtypje, ndërsa kur ke një mundësi për t'i treguar edhe një të ftuari që nuk të jepet mundësia ta shohësh në rrugë dhe t'i flasësh edhe të bësh një temë serioze siç mund të bëhet në podcast, është diçka shumë e vlefshme edhe patjetër që na ndihmon. Nga të ftuarit që ne kemi pasur në podcast, kemi marrë shumë eksperienca të reja, kemi marrë shumë provoja dhe këto provoja na kanë bërë edhe të gjykojmë jashtë, siç thatë edhe jashtë zonës tonë të komfortit dhe duke ditur eksperienca të reja, mëson akoma më shumë për të ardhmen tënde. Po. Sa të rëndësishme mendoni se janë marrja e iniciativave tek të rinjt, jo vetëm podcasti, por edhe pak më gjerë, ndoshta aktivitete të tjera të gjitha? Mendoj se janë shumë të rëndësishme. Një iniciativë sado e vogël, edhe nëse ka gabime, ti pa mësuar diçka nuk do ta kalosh. Të ndihmon ta gjesh veten. Po, nëse ti do provosh fushën e poezisë, nëse nuk e gjen veten, do e gjesh në këndim, në podcast apo edhe në shumë fusha të tjera që në shkollën tonë fatmirësisht ne kemi të gjitha fushat, por në çdo fushë njëra fushë do e gjesh veten dhe nuk do mbetesh i pa e provuar veten tënde se ku ndihesh ti më mirë dhe se ku je ti më rat dhe se ku mund të jesh pa gabime, edhe pse njerëz pa gabime nuk ka, kur ti provon mëson akoma shumë më shumë. Mëson shumë më shumë për veten, sepse ti nuk mund ta dish se për çfarë je i aftë ose çfarë të pëlqen më shumë pa i provuar një herë të gjitha. Marrja e iniciativave në këtë moshë të mëson për dhe të përgatit për të ardhmen, mendoj unë.
sepse në këtë moshë që ne jemi duhet të eksperimentojmë dhe të eksplorojmë shumë aftësi, ndoshta edhe skutat më të errta tonat edhe ato që ne nuk i njohim, duhet t'i zbulojmë sepse ndoshta mund t'i kemi shumë të forta dhe shumë të vlefshme për atë që ne na pret. A e shihni veten në të ardhmen tuaj si pjesë e botës së medias ose të gazetarisë? Mua personalisht do të më pëlqente shumë, sepse që kur kam qenë e vogël, më ka pëlqyer që të flas dhe ta jap mendimin tim, të artikuloj, ndaj që pse jo, do të ishte diçka shumë e vlefshme dhe shumë e bukur për mua. Edhe për mua, po, pse jo, sepse do ishte një eksperiencë akoma më e bukur, diçka që je pranë njerëzve dhe kur je pranë njerëzve je më plot, je më e mbushur, je më e lumtur, edhe nëse punon për median, edhe nëse për gazetarin, në çdo lloj degët që mund të flasësh, ti je pranë njerëzve, ndihesh akoma më mirë, ndihesh më dashamirës sepse ti je pranë njerëzve dhe po ndihmon njerëzit të marrin një informacion apo të dëgjojnë një mendim për të cilin mund të kenë shumë më shumë nevojë. Ju falenderoj shumë vajza dhe ju uroj shumë suksese. Si në Shumë podcastin faleminderit. tuaj ashtu dhe në rrugtimin tuaj, ishte vërtet një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit ju. Miq, kemi mbërritur kështu në fund të këtij episodi të emisionit Të Rinjt për Të Rinjt, ku kemi folur me nxënëset e shkollës Bardhyl Pojani për podcastin që ato kanë realizuar. Të ftuarat tona na solën një shembull shumë të bukur të iniciativës rinore, të kreativitetit dhe punës në grup që tashmë zhvillohet në shkollë. Kjo ishte e gjitha për sot, për Të Rinjt për Të Rinjt. Faleminderit që na ndoqët dhe deri në episodin e radhës, mirupafshim.